A e dinje që sot mund të fillosh të ndihmosh veten tënde, të ndryshosh veten tënde me dy mënyra shumë të thjeshta. Mënyra e parë është të bësh kontratën e shpirtit me ditën e lindjes, që të mësosh pse ke ardhur, çfarë dhe të bësh dhe ku do shkosh. Misionin e jetës, kush mësimi jot, profesionet, si hynë paratë, pse të bllokohen, yllin e fatit në të njëjtën kohë, numrat tënd që mund të bësh dhe aktivizimi dhe shumë të tjera, destinacionet nga mosha 20-40 dhe shumë të tjera. Ka video vetëm për analizën e kontratës së shpirtit. Në të njëjtën kohë, më mbas, hapi i dytë është të bësh 5 terapit private, që të shikosh në cilat fusha të jetës tënde dhe kur ti je në minus dhe të kthejmë energjinë në plus në bazë të kësaj kontratës të shpirtit, prandaj është shumë e rëndësishme dhe bëhet një herë në jetën tonë, po është me pagesë dhe është me ofertë. Më pyesni sa kushton, nëse jeni të interesuar, akoma dhe ju prindër që interesojeni në çfarë aktivitetesh duhet ta çoni fëmijën tuaj. Është mirë ta bëni komplet artën e tyre, por më e rëndësishme për mua, nëse nuk do mundeni, të bëni të paktën talentet dhe aktivitetet e tyre, që të dini ku pikërisht ata janë lindur të shkojnë dhe të bëjnë aktivitetet. Kështu do ndihmoni fëmijën tuaj. Në të njëjtën kohë, pjesa tjetër që mund të ndihmosh veten tënde në privat, akoma dhe në grupe, mbas 5 seancave private për ndryshim dhe flas gjithmonë për ndryshim, mund të bësh dhe një terapi që të shikosh a të pëlqen, nëse nuk të pëlqen ose nuk të pëlqen akoma dhe kjo surati im, të më shikosh, të më dëgjosh dhe zëri dhe gjithçka, atëre mund të hysh në terapi në grupe, nga afër dhe nga lart me sistemin përfaqësik transformues dhe të marrësh programe 21 ditore të Akademisë të Dritës. Për çfarëdo gjë, të vogël ose të madhe që ke, ka zgjidhje, por zgjidhja vjen kur ti je gati. Dhe gati do të thotë që thua mjaft deri këtu. Ka diçka tjetër përveç kësaj jetës që unë po bëj, se shpeshherë dhe këtu dua të them që çdo gjë nuk ka filluar me ty, ka filluar me prindrit tënd, me pararësit tënd, dhe është shumë e rëndësishme të punojmë me sistemin përfaqësik transformues që merret me sistemet familjare të biznesit dhe të sistemet e tjera. Sepse është një nga metodat më të shpejta, me rezultate më të shpejta që mund të marrësh ti, por vetëm kur je gati. Kur nuk je gati, asnjë njeri nuk mund të të ndryshojë, asnjë njeri nuk mund të të ndihmojë, por vetëm ti mund të ndihmosh veten tënde. Tani, çfarë tjetër mund t'ju ndihmoj dhe çfarë do t'ju tregoj, ndalojeni videon dhe shikojeni, dhe nëse dëshironi të bëni ndryshimin, jam Merita Cake, terapiste energjetike, mentore, shkrimtare. Por jo shkrimtare të lexojmë romane, por shkruaj libra dhe metoda për të liruar nga frikrat dhe për të dalë nga vuajtjet tuaja dhe për të marrë vendime që të dalin të gjithë nga atje që kemi hyrë pa e ditur. Edhe unë jam një si ju, nuk kam asgjë më tepër, por vetëm e kam studiuar dhe kam ardhur që të bëj atë udhëheqësen terapisten dhe ndaj kam kaluar shumë sfida në jetë. Dhe këto sfidat, derisa i kuptova dhe i pranova, nuk ndalonin, për përsëritej i njëjti model. Prandaj çdo gjë bëhet për një gjë, zgjidhja është kur marr vendim dhe bëj diçka ndryshe dhe këtë do ta bësh vetëm ti. Dhe po çdo gjë që japim dhe marrim duhet të jemi në balancë. Tani do të tregoj me çfarë tjetër mund të merrem dhe ku ty të bën klik, dhe nëse të bëj un klik, mund të më kërkosh ndihmë tek telefoni 0030 699 321 46 37 në Viber, Telegram dhe në WhatsApp. Në të njëjtën kohë, kërkon ndihmë çfarë problemi ke, që të themi kush të përshtatet. Dhe pavarësisht se nuk mund të kesh edhe
lek, por gjejmë gjithmonë kur duam dhe nuk jemi në harmoni. Akoma dhe libri i Simbolin mrekullive që ka 83 madra për lirimin e frikrave, se ato janë kryesore për bllokimin e energjisë, do të ndihmoj. Akoma dhe këto video që i dëgjon do të zgjojnë të kuptosh pse të ndodhin disa gjëra. Nëse man reziston dhe qëndron akoma në forcë, të tregosh sa e fortë je, ashtu se kam bërë unë, nuk të kritikoj, asnjë nuk kritikoj, sepse kur ju të kritikoj, ju kam kritikuar pjesë time, jeni pjesë e puzzle-it tim, edhe të gjithë jemi këta, në rregull, dhe jemi pasqyra e njëri tjetrit. Çdo gjë që shikoj tek ju është edhe imi, edhe ju. Çfarëdo që shikoni për jashtë është tuaja. Nëse do kthehemi të gjithë tek vetja jonë të shikojmë dhe të pranojmë nga e morëm këtë lloj sjellje, nga pse unë rezistoj. Mos e torturoni veten, mos e mërzisni, kërkoni ndihmë dhe mos u bëni i fortë, thash siç u bëra unë dhe rezistonja. Sepse trupi, kur sëmuret, juve që keni sëmundje të ndryshme, sëmuret nga rezistenca jonë, nga ajo që ne nuk pranojmë dhe nuk vëmë shikojmë diçka, një emocion që na ka bllokuar. Dhe libri emocioneve po përgatitet, dhe kjo është një vegël shumë e rëndësishme për të vegjël dhe të mëdhenj, për të njohur emocionet dhe për të punuar me emocionet. Është një libër, nuk e di në çfarë çmimi do dalë, që do t'ju ndihmojë për të ecur përpara. Dhe të gjitha këto që themi, dhe atë që sistemi përfaqësik bëhet dhe në individ, dhe online, kudo që je në tërë botën, dhe nga afër, kush është dhe në Selanik, mund të më shkruani, që të bëjmë një grup të gjindemi, për një gjë të vogël ose të madhe, akoma për një zgjedhje që je në udhkryq. Ka zgjidhje me këtë. Provojeni një herë, ju që se keni provuar, dhe të gjithë kudo që jeni mund të vini. Shikoni dhe me çfarë tjetër merrem unë. Mund ta shikoni dhe ta ndaloni videon dhe ti lexoni, se unë jam tani e frynera. Çfarë mund të ndihmojnë? Ndihmojnë njerëzit të shlirohen nga traumat e skaluarës, të pararsve, bllokimet emocionale dhe energjetike, frikrat, fobitë dhe modelet që përsëriten dhe të hyjnë në vetëdije, në gëzim, jetë të lirë dhe në kuptim. Metodat që përdor, siç u thashë, sistemi transformik përfaqësues 333 dhe mund ta shikoni si teatër këtë të bëhet tema juaj, anatomia metafizike që punon me traumat që nga ngjizja në barkun e nënës dhe deri në moshën 7 vjeç, sepse ne njerëzit nuk jemi si kafshët që kur trembe nga diçka shkunden dhe ik trauma, ne na ngelet në trup, prandaj dhe sëmuret trupi. Përfaqësime sistemike familjare, metodat gestalt, rikthimi shpirtëror dhe ndërgjegjësimi, evolucionin e shpirtit, lirimi nga bllokimet e trashëguara, dhe jam autore librash transformuese, simboli i rikthimit dhe frikrave, lirim nga frikrat dhe fobit, dhe librin që ju thash me 366 pralla për fëmijë dhe për të mëdhenj, për çlirimin emocional me ushtrime, një grua që u shkëput nga zinxhiri së të kaluarës dhe libri nga jetë në dritë dhe ajo do jetë së shpejti në shitje, Akademia e Dritës me programe 21 ditore transformuese, shumë informacione për zhvillimin personal dhe shpirtëror, në të njëjtën kohë jam dhe përveç shkrimtare, jam dhe trajnere dhe mësuese për zhvillimin personal dhe zgjimin kolektiv. Mund të më gjesh në WhatsApp, Viber, Telegram, Instagram, në rrjetet sociale, në Flutra me Fat 333 dhe në kanali im YouTube, dhe nëse se ke bërë regjistrimin, regjistrohu, komento, sepse më ndihmon dhe mua dhe videon të ngrihet më lart, dhe shpënda videot edhe në njerëz të tjerë, sepse kur ndihmojmë të tjerët kemi ndihmuar dhe veten, sepse jemi një. Për këto, më ndiq për video të tjera, se do vazhdojmë të themi shkaqet pse nuk je mirë me një partner në një marrëdhënie me partnerin tënd, je burr ose grua. Dhe pse të bllokojnë dhe paratë për shumë gjëra të tjera. Në të njëjtën kohë, kush është i interesuar që të bëjë dhe trajnime për informacionet e jashtëzakonshme për kontratat e shpirtit, të mësoni dhe ju të bëni kontratat e shpirtit për veten tuaj, për të afërmit tuaj, akoma dhe me pagesë që të marrësh certifikatën dhe të jesh bashkëpunëtor me mua, mund të më shkruash nëse je interesuar. Ju dua shumë, ju përshëndes, të jeni mirë kudo që jeni.